nga Adriatiku, drejt, jo vetëm drejt Shërbisë Jugore, jo, drejt Europës Qendrore, është më i përshtatshëm. Më i përshtatshëm. Nuk ka të, do më thënë, kur hynë në krimet të tilla monstruoze, nuk ke të ndalur. Çfarë bën tani? Ju e kishit dëgjuar që shkonte në Bruksel, shkonte edhe në selinë e NATO-s dhe u thoshte ta ndërtojnë këtë port. Natyrisht, NATO-ja nuk i ndërhyn një vendit sovran për të ndërtuar portin, por me qenë se kërkon, atër porti duhet të ketë ato kushte që duhet të ketë një port strategjik për NATO. Porti i Durrësit i plotëson kushtet. Porti i Durrësit është në sistemin e porteve të Bashkimit Evropian, është port strategjik. Është port strategjik. Përsëri këtu një mashtrim i paskrupull për të vjedhur. U thash shqiptarëve një vit rresht se ky port, i Porto Romanos, do ndërtoj privati. Do ndërtoj nga privati. Ju, qytetarët, s'do paguajnë 100 darkë. Dhe tani pas 3-4 vitësh histori, del se portin Porto Romano do ndërtohet nga takspaguesit shqiptar. Nga takspaguesit shqiptar. Dhe do tjetë pra një gjobë ky vetë me klanin e tij mafioz pasurohet me disa miliard euro. Shqiptarëve u vjedh disa miliard dhe i ndërshkon me mbi 1 miliard tjetër për ndërtuar portin e ri. Për ndërtuar një port të pavlerë. Një port 1/4 e portit Durrësit s'ka asnjë vlerë, s'ka pothuaj vlerë. I duhet vetëm për kontraband, se po i vinë ato anjet nga Tunizia, nga Libia që i shkarkon naftën aty. Pra, një gjob e të ndershme për një vepër publike e cila bëhet për zëvendësuar një kryevepër publike që e vjedh ky. Që e vjedh ky. Tenderi identik me tunelin e Llogaras. Identik. Kryeekspertja që në këto troje grua ma mafioze se ajo nuk ka lindur. Dhe si Edi Rama, vetëm Edi Ramën ka përpara. Merë hap tenderin, natyrisht ndërtimi një porti është gjë e madhe, është ndërtim shumë i madh. Vinë kompanitë më të mëdha të ndërtimit të porteve. Franca, Hollanda, kompani me një ekspertizë të jashtëzakonshme. I merr dhe i përjashton, mendon se do mund të bënte si me Pacollin dhe Atademin, i merr dhe i përjashton dhe zgjedh kompaninë që sigurisht ndante me ta më shumë. U desh një ndërhyrje energjike e partnerëve tanë që ky tender mega korruptiv ta anullohej një ditë para se shpallej fituesi. E tëra kjo vepër e Lubi Ballu, Edi Ramës, se sigurisht ajo çdo gjë ka bërë në ujdi të plot ose me porosi të plot të Edi Ramës. Pra, në këtë aferë e cila është vetëm në hapat e parë të kundërmimit ndërkombëtar, por që kundërmimi i saj do vazhdoj
në të gjitha nivelet. Ju e dini se ka mbi një muaj që në Bruxelles përfaqësuesit e të gjitha vendeve anëtare kanë bërë gjerdje 5 takime dhe prapë Shqipëria mbetet në klas për shkak të vjedhjeve të Edi Ramës me Lubi Ballukun dhe akshin e lindave. Po, dhe çfarë është ai, ta dinë shqiptarët? Ai është një raport i ndërmjem. Është një raport i ndërmjem, nuk është një raport përfundimtar. Dhe as të ndërmjem nuk e kanë pranuar. Dhe janë bërë një grup i madh vendesh, të cilët kanë sjellë dje një breshri të re kushtesh dhe kërkesash që do i vendosen Shqipërisë në rrugën e integrimit. Të gjitha këto për vjedhjet e Edi Ramës me Lubi Ballukun dhe lindat e tij. Dhe del nga një sallë tjetër me patronazhistët hajdut dhe kriminal elektoral, duke akuzuar, duke mbrojtur korrupsionin, duke deklaruar se nuk kemi shumë korrupsion, kujton se nuk e ka pa bota Lakuriqate, kur bllokoi heqjen e imunitetit të Lubi Ballukut, mendon se tjerë nuk e dinë se mbrojti vetë e tij dhe jo Lubin, mendon se tjerë nuk e dinë se linda e akshit së është gjë tjetër vetëm maska e lindës Surrelit. Dhe akoma më shumë, pra, dhe vërteta është që Shqipëria po ndëshkohet, pavarësisht nga mashtrimet e tij, por një breshri kushtesh të reja vendosen dhe de facto pas proceseve të mundshme të antarësimit të Islandës dhe Norvegjisë, Shqipëria largohet me Edi Ramën me shpejtësi nga mrapa nga horizonti. Dhe ky mendon se çdo gjë do ta kaloj me mashtrimet e tij. Ky mendon se duke deklaruar se ka më pak korrupsion se ç'kishte, bëhet i besueshëm në një kohë kur të gjithë e kuptojnë që kryehajduti i vendit është vetëm ai. Del nga salla në sallë me patronazhistët dhe u thot punë të Shqipërisë. Unë u them qytetarëve, demokrat socialist pa parti, punë të Edi Ramës janë sarajet e Surrelit. Punë të Edi Ramës është pallati Linda Ramës në Paj pa asnjë faturë, tatimore, doganore apo të çfarëdo lloji. Punë të zezat e Edi Ramës është porti i Durrësit, që shkon disa miliarda. Punë të zezat e Edi Ramës është tuneli Llogaras. Punë të Edi Ramës, apo ato që lavdoraj, është autostrada Librash Dragushtur, e shemur si sigur të kesh hedhur kur në një bombë më të madhe që ekziston.